Përshëndetje dëgjues të Radios Ngjallja. Sot dua të flasim për një çështje shumë të rëndësishme për jetën e kishës dhe të ardhmen e komunitetit tonë. Pjesëmarrja e të rinjve në kishën ortodokse. Ky nuk është thjesht një diskutim për traditën ose për ritualet e përditshme, por një ftesë për të kuptuar se si të rinjt mund të jenë pjesë aktive e jetës shpirtërore, duke ndërtuar marrëdhënie të drejtë për drejta me Zotin dhe duke kontribuar në rritjen e bashkësisë shpirtërore rreth tyre. Të rinjt shpesh ndihen larg kishës ose mendojnë se misteret janë vetëm për të rriturit ose për ata që e njohin më mirë jetën shpirtërore. Por realiteti është krejt ndryshe. Misteret dhe pjesëmarrja aktive në kishë nuk janë të rezervuara për një kategori të veçantë njerëzish. Ato janë për të gjithë. Dhe sidomos për të rinjt. Kur një i ri merr pjesë në liturgji, kur ndjek misteret apo kur merr pjesë në veprimtaritë e kishës, ai fillon të kuptojë se besimi nuk është diçka e largët, por diçka që prek çdo aspekt të jetës së tij. Ai e ndjen praninë e Zotit në mënyrë të drejtë për drejtë dhe kupton se çdo lutje, çdo bekim, çdo pjesëmarrje ka një rëndësi të veçantë dhe shpirtërore. Unë gjithashtu do të thoja se pjesëmarrja e të rinjve nuk është thjesht për fitim personal. Ajo është një mënyrë për të ndërtuar komunitetin. Kisha nuk është thjesht një ndërtesë apo një vend ku takohen njerëz. Ajo është një trup i bashkuar, një trup shpirtëror ku çdo individ ka rëndësi. Kur të rinjt marrin pjesë aktivisht, ata mësojnë se çdo gest, çdo përpjekje dhe çdo lutje ka ndikim mbi të tjerët. Ata mësojnë të punojnë me bashkëmoshatarët e tyre, të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të kuptojnë se bashkëpunimi është thelbësor për të ndërtuar një komunitet shpirtëror të fortë. Pjesëmarrja e të rinjve gjithashtu ndihmon në ruajtjen e traditës ortodokse dhe identitetit shpirtëror. Duke marrë pjesë në mistere, duke kuptuar liturgjinë dhe duke ndjekur festat fetare, të rinjt kuptojnë se tradita nuk është një gjë e vjetër apo e largët, por një rrugë e gjallë që lidhet me jetën e tyre. Ata mësojnë se çdo shërbes ka kuptim të thellë dhe çdo pjesëmarrje është një mundësi për të ndjerë hirin e Zotit dhe për të rritur shpirtërisht. Pjesëmarrja aktive i ndihmon të rinjt gjithashtu të zhvillojnë përgjegjësi dhe karakter. Ata kuptojnë se të qenit pjesë e kishës kërkon përkushtim, respekt dhe veprime të drejta. Nuk mjafton të jesh thjesht prezent. Pjesëmarrja kërkon të kuptosh, të ndihmosh dhe të kontribosh. Çdo gjest i vogël, qoftë një lutje, një pjesëmarrje në veprimtari apo një ndihmë për dikën në nevojë, është një hap tritritjes së shpirtit dhe forcimit të besimit. Në këtë mënyrë, të rinjt mësojnë se feja nuk është vetëm për ditët e liturgjisë, por për çdo ditë të jetës, për çdo marrëdhënie edhe për çdo zgjedhje që bëjnë. Pjesëmarrja e të rinjve sjell frymëzim dhe shembull për komunitetin. Të rinjt aktiv tregojnë se besimi nuk është diçka e largët apo e detyruar, por një forcë që u jep drejtim, qetësi dhe shpresë. Kur të rinjt marrin pjesë, ata bëhen modele për të tjerët dhe tregojnë se dashuria, respekti dhe përkushtimi shpirtëror nuk janë fjalë bosh, por një mënyrë reale jetese. Misteret e shenjta janë mënyra më e fuqishme për të ndjerë praninë e Zotit në mënyrë aktive. Një i ri që merr pjesë në mistere nuk është thjesht një spektator. Ai bëhet pjesë e trupit të Krishtit. Ai përjeton hirin, kupton dashurinë dhe ndjen përgjegjësinë për të ndihmuar të tjerët dhe për të kontribuar në komunitet. Kjo pjesëmarrje e fuqizon dhe angazhon atë, duke e bërë të kuptojë se çdo gjest, çdo lutje dhe çdo pjesëmarrje ka ndikim të drejtë për drejtë në jetën shpirtërore. Për të rinjt, pjesëmarrja në kishë është një mundësi për të ndërtuar marrëdhënie të gjalla me Zotin, me prindrit, mësuesit shpirtëror dhe bashkëmoshatarët. Është një ftesë për të bërë pjesë e komunitetit, për të kuptuar se besimi nuk është i izoluar, por i lidhur me jetën e përditshme dhe me përgjegjësinë për të ndihmuar të tjerët. Është një mënyrë për të ndjerë se çdo veprim i vogël ka rëndësi dhe secili mund të gjejë ndryshimin, madje edhe me hapa të vegjël. Të rinjt nuk janë thjesht pjesë e kishës ortodokse. Ata janë zemra që ndriçojnë të ardhmen e besimit tonë. Me pjesëmarrje, besim dhe dashuri, ata mund ta ndryshojnë jetën e tyre dhe të tjerëve. Ata janë shpresa dhe drita në komunitet, dhe çdo hap që ndërmarrin
për të qenë pjesë e kishës është një hap drejt ndërtimit të një bote më të mirë, më të drejtë dhe më të dashur. Të dashur dëgjues, sot dua të ndalemi për një çast dhe të flasim për misteret e kishës ortodokse, por jo vetëm si rituale apo akt solemn, por si një udhëtim personal dhe shpirtëror për të rinjt. Shpesh, të rinjt mund të ndihen larg ose të pasigurt për pjesëmarrjen e tyre në liturgji dhe mistere, duke menduar se këto janë veprime që u takojnë vetëm të rriturve, ose atyre që e kanë përvetësuar më mirë jetës shpirtërore. Por misteret janë një thirrje për çdo të ri, një mundësi për të njohur më mirë me vetveten, për të kuptuar përgjegjësinë e çdo zgjedhjeje dhe për të ndjerë dashurinë e Zotit në mënyrë të drejtë për drejtë. Kur një i ri merr pjesë në mistere, ai nuk merr pjesë thjesht në një ritual, por fillon një rrugëtim shpirtëror. Ai mëson të jetë i durueshëm, të presë me besim dhe të kuptojë se çdo gjest ka një kuptim më të madh se sa mund ta shohim me sy. Për shembull, pjesëmarrja në liturgji i mëson të rinj të qëndrojnë me respekt dhe vëmendje, të pranojnë udhëzimet e kishës dhe të kuptojnë se çdo lutje, çdo bekim dhe çdo pjesëmarrje është një hap drejt afërsisë me Zotin. Në këtë rrugëtim, ata mësojnë edhe durimin për të pritur, për të përkushtuar kohën dhe për të marrë me vetveten në një mënyrë të përqendruar dhe shpirtërore. Pjesëmarrja e të rinjve në mistere është gjithashtu një mënyrë për të kuptuar përgjegjësinë. Ata mësojnë se veprimet e tyre kanë rëndësi jo vetëm për ta, por edhe për komunitetin rreth tyre. Kur një i ri vendos të ndihmojë në përgatitjen e kishës për liturgji, të përgatisë diçka për festat e veçanta, ose të jetë pjesë organizimit të aktiviteteve për të rinjt e tjerë, ai kupton se çdo veprim, sado i vogël qoftë, ka ndikim dhe është pjesë e një rrjeti më të madh shpirtëror dhe komunitar. Në të njëjtën kohë, misteret ndihmojnë të rinjt të zhvillojnë dashurinë. Dashuria që përjetohet në mistere nuk është thjesht një ndjenjë, por një vepër. Dashuria për Zotin dhe për njerëzit e tjerë, për të moshuarit, për fëmijët, për ata që ka nevojë për ndihmë. Në këtë mënyrë, pjesëmarrja në mistere bëhet një mësim i gjallë për të dhënë papritshmëri dhe për të qenë i hapur ndaj nevojave të tjerëve. Një tjetër aspekt shumë i rëndësishëm është ndjenja e përkatësisë që lind nga pjesëmarrja në misteret. Të rinjt që marrin pjesë nuk ndihen vetëm pjesë e një rituali, por pjesë e një komuniteti shpirtëror. Ata kuptojnë se nuk janë vetëm në rrugtimin e tyre shpirtëror, por pjesë e një trupi më të madh, një bashkësie që po e mbështet dhe inkurajon. Për shembull, një grup të rinj që ndihmon për përgatitjen e kishës për liturgji, ose që merr pjesë aktivisht në të kremtet ortodokse, krijon një lidhje të ngushtë mes tyre. Ata ndihen të mbështetur, të pranuar dhe të rëndësishëm në komunitetin. Shembuj të thjeshtë nga jeta reale mund të jenë shumë të fuqishëm. Një grup të rinj që e pastron kishën para Pashkës, që përgatit dekorime për festat, ose që organizon lexime dhe diskutime shpirtërore, ndihen pjesë e një misioni më të madh. Ata mësojnë se çdo veprim i tyre ka kuptim dhe kontribon në jetën shpirtërore të tjerëve. Kjo ndjenjë përkatësisë i bën të rinjt të ndihen të respektuar dhe të vlerësuar, duke i frymëzuar të jenë më të përkushtuar dhe më aktiv. Pjesëmarrja në mistere është më shumë se një detyrim. Ajo është një rrugë e gjallë shpirtërore, një mundësi për të rinjt që të zhvillojnë durimin, përgjegjësinë, dashurinë dhe ndjenjën e përkatësisë. Është një thirrje për mos të qenë thjesht spektator, por pjesëmarrës aktiv që kontribojnë në jetën shpirtërore të vetvetes dhe komunitetit. Çdo gjest i vogël ka ndikim. Çdo pjesëmarrje është një hap drejt njohjes së vetvetes ndaj Zotit dhe ndaj të tjerëve. Dëgjues të dashur, le të inkurajojmë të rinjt të marrin pjesë, të përjetojnë misteret dhe liturgjinë me zemër të hapur, dhe të ndjejnë se pjesëmarrja e tyre ka kuptim të madh, jo vetëm për ta, por për të gjithë komunitetin. Gjithashtu, një nga bukuritë më të mëdha të pjesëmarrjes së të rinjve në mistere dhe në jetën e kishës është se ata bëhen shembull dhe frymëzim për të tjerët. Kur një i ri merr pjesë me sinqeritet në liturgji, kur ndihmon në përgatitjen e kishës ose merr pjesë në aktivitete shpirtërore, ai nuk vepron vetëm për veten e tij. Ai krijon një energji pozitive
që ndikon tek bashkëmoshatarët e tij. Imagjinoni një grup të rinj që përgatit liturgjinë së bashku. Ata pastrojnë kishën, vendosin ikonat dhe qirind dhe përgatiten për misteret me respekt dhe dashuri. Ky shembull i thjesht nuk kalon pa u vënë re nga të tjerët. Të rinjt e tjerë shohin përkushtimin e tyre, ndjejnë gëzim dhe kuriozitet, dhe shumë prej tyre frymëzohen të bashkohen, të marrin pjesë, të ndihmojnë dhe ata vetë. Kështu krijohet një zinxhir veprimesh dashurie dhe përkushtimi shpirtëror, ku një gjest i vogël frymëzon një tjetër, duke u bërë një rrjet i tërë ndikimesh pozitive brenda komunitetit. Ky fenomen është shumë i fuqishëm, sepse tregon se pjesëmarrja nuk është thjesht për të përjetuar një ritual. Ajo shndërrohet në një mjet për të ndryshuar jetën shpirtërore të komunitetit. Kur të rinjt marrin përgjegjësi, kur organizojnë aktivitete ose ndihmojnë të tjerët, ata tregojnë se besimi nuk është vetëm brenda kishës, por duhet të përhapet përmes veprimeve të përditshme. Ata bëjnë shembuj që tregojnë se dashuria dhe përkushtimi janë të prekshme dhe mund të krijojnë ndryshim real. Frymëzimi të rinjve nuk ndalon vetëm tek veprimet materiale. Ai prek edhe zemrat. Një i ri që ndihmon, që fton shokët e tij të marrin pjesë, ose që merr pjesë në mistere me përkushtim, u tregon të tjerëve se është e mundur të jetosh besimin në çdo veprim të vogël. Ky shembull krijon një komunitet ku të rinjt nuk janë thjesht pjesëmarrës, por bashkëkrijues të një ambienti shpirtëror, ku dashuria, respekti dhe përkushtimi janë të përhapura. Pra, të dashur dëgjues, pjesëmarrja e të rinjve në mistere nuk është vetëm një përvojë personale. Ajo ka fuqinë të frymëzojë të tjerët, të ndryshojë komunitetin dhe të krijojë një rrjet veprimesh pozitive që rrit dashurinë dhe besimin. Çdo i ri që vendos të marrë pjesë me zemër të hapur bëhet një shembull, një dritë që ndriçon jo vetëm jetën e tij, por edhe jetën e të tjerëve. Sot dua të ndalem për një çast dhe të tregoj historinë e Shën Spiridonit, një shenjtor që ka lënë gjurmë të thellë në kishën ortodokse dhe na tregon se sa i madh mund të jetë ndikimi i një veprimi të vogël, kur bëhet me dashuri, përkushtim dhe besim të sinqert. Jeta e tij është shembull i gjallë se si një individ mund të bëhet dritë për gjithë komunitetin. Dhe kjo ka një mesazh të veçantë për të rinjtë e sotëm, që të kërkojnë, të kuptojnë se si mund të kontribojnë në jetën shpirtërore dhe komunitare. Shën Spiridoni lindi dhe jetoi në një kohë ku fshati i tij dhe komuniteti përreth përballeshin me sfida të mëdha. Një nga këto sfida ishte një fatkeqësi që kërcënonte jetën e njerëzve, një thatësirë, uria ose në një krizë tjetër që mund kishte pasur pasoja serioze për fshatin. Në vend që të mërzitej ose të priste që dikush tjetër të vepronte, ai veproi. Ai organizoi një procesion lutjeje dhe shpërndau bukë për të varfrit dhe për të sëmurët. Për njerëzit e zakonshëm, ky ishte një akt i vogël dhe i thjeshtë, por për Zotin dhe komunitetin, ky veprim kishte një fuqi të madhe. Historia e Shën Spiridonit na mëson se çdo veprim i vogël i bërë me dashuri dhe besim ka rëndësi të madhe. Ai nuk kërkonte shpërblim, nuk kërkonte famë apo miratim njerëzor, vepronte e thjesht sepse e ndjente të nevojshme për komunitetin dhe për Zotin. Çdo veprim i tij ishte një shprehje e besimit të tij të brendshëm dhe i shërbente një qëllimi më të madh, të shpëtonte njerëzit dhe të ndriçonte jetën e tyre shpirtërore. Ajo që e bën këtë histori më të fuqishme për të rinj është mesazhi që çdo individ, pavarësisht moshës, mund të bëjë ndryshim. Shën Spiridoni nuk ishte një figurë e njohur përpara se të vepronte. Ai nuk ishte pushtet apo pasuri të madhe, por kishte zemër të hapur dhe besim të patundur. Ky është shembull i drejtë për të rinjtë e sotëm. Nuk ka rëndësi sa i vogël duket veprimi juaj, sa i pamundur mund të duket problemi, apo sa pak ekzistencë keni. Çdo veprim i bërë me dashuri, përkushtim dhe besim mund të krijojë një efekt të madh, duke frymëzuar të tjerët dhe duke ndriçuar komunitetin. Pra, historia e tij lidhet gjithashtu ngushtë me misteret e kishës ortodokse. Misteret nuk janë vetëm rituale ose zakone të bukura. Ato janë burim hiri dhe forcë shpirtërore për të rinjt. Kur një i ri merr pjesë në liturgji dhe mistere,
ai merr një mundësi të fuqishme për të ndjerë praninë e Zotit dhe për të zhvilluar karakterin dhe shpirtin e tij. Pjesëmarrja në mistere frymëzon veprime konkrete, të ndihmosh të tjerët, të kujdesesh për komunitetin, të ofrosh kohën dhe talentin tënd për të ndriçuar jetën e të tjerëve. Sikurse Shën Spiridoni veproi në jetën e përditshme me besim, çdo pjesëmarrje shpirtërore mund të shndërrohet në një veprim që ndryshon jetën e dikujt tjetër. Mesazhi që nxjerrim nga jeta e Shën Spiridonit është i qartë dhe i fuqishëm. Secili veprim i vogël, kur bëhet me dashuri dhe besim, është një dritë që ndriçon komunitetin. Nuk duhet të presim që dikush tjetër të ndërmarrë veprime, dhe nuk duhet të ndjejmë se jeta jonë është e parancishme për Zotin apo komunitetin. Çdo i ri mund të bëjë ndryshim, dhe çdo pjesëmarrje aktive në kish, qoftë përmes mistereve, liturgjive, vizitave tek të moshuarit apo ndihmës për bashkëmoshatarët, është një hap drejt një jete më të mirë shpirtërore. Historia e Shën Spiridonit na frymëson të kuptojmë se besimi nuk është thjesht një ndjenjë brendshme, por një thirrje për veprim. Ai na tregon se çdo veprim i vogël ka rëndësi dhe se kur veprojmë me dashuri dhe përkushtim, mund të krijojmë një zinxhir ndikimesh të dobishme që ndryshojnë jetën e shumë njerëzve. Prandaj dëgjues të dashur, le të marrim frymëzim nga jeta e Shën Spiridonit dhe të kuptojmë se çdo pjesëmarrje, çdo veprim, dashurie dhe besimi ka peshë dhe mund të bëjë ndryshim të madh, sidomos për të rinjt që janë e ardhmja e kishës dhe e komunitetit ton. Të dashur dëgjues, le të ndalemi pak dhe të reflektojmë me disa pyetje që mund të na ndihmojnë të kuptojmë më mirë lidhjen tonë me misteret dhe komunitetin. Këto nuk janë pyetje të thjeshta. Ato na ftojnë të shohim brenda vetes dhe mund të mendojmë se si pjesëmarrja jon mund të ndikojë tek ne dhe tek të tjerët. E para është, çfarë ndryshimi ndjeni në vetvete kur merrni pjesë në mistere? Kur merrni pjesë në liturgji ose në ndonjë mister të kishës, ndonjëherë mund të duket sikur thjesht ndiqni një ritual, por në fakt, pjesëmarrja e sinqertë sjell ndryshime të thella brenda nesh. Disa ndjejnë qetësi, një ndjesi i sigurie shpirtërore apo gëzim të brendshëm. Të tjerët ndjejnë përgjegjësi më të madhe për veprimet e tyre, ose ndjejnë më të thellë dashuri ndaj të tjerëve. Misteret na mësojnë durimin, respektin dhe përkushtimin, dhe këto janë vlera që reflektojnë jo vetëm brenda kishës, por edhe në jetën e përditshme. Kjo pyetje na fton të reflektojmë. Si po na ndryshon besimi përmes pjesëmarrjes në mistere? Dhe si na ndihmon të jemi njerëz më të mirë. E dyta është, si mund të frymëzojmë shokët tanë të afrohen më shumë tek misteret e kishës? Shpesh mendojmë se të rinjt e tjerë nuk vinë në kishë për shkak të moshës, interesave ose mungesës së njohjes. Por inspirimi shpesh vjen nga veprimet tona. Kur njeri merr pjesë me sinqeritet dhe përkushtim, kur tregon dashuri dhe kujdes për të tjerët, ai bëhet shembull. Mund të ndihmojë shokët e tij, duke i ftuar të marrin pjesë, duke u treguar gëzimin dhe qetësinë që përjeton në mistere, ose duke organizuar aktivitete të vogla komunitare pas liturgjisë. Frymëzimi nuk është një gest i madh ose imponues, është një thirrje e butë, një shembull që tregon se si pjesëmarrja shpirtërore ka kuptim të thellë dhe se çdo i ri mund të bëhet pjesë e një rrugtimi shpirtëror. Dhe pyetja e tretë, çfarë veprash mund të bëjmë pas mistereve për të ndihmuar komunitetin tonë? Këtu është ku besimi ynë bëhet i prekshëm dhe më konkret. Misteret nuk janë të ndara nga jeta e përditshme. Ato janë thirrje për të vepruar me dashuri dhe përkushtim. Pas liturgjisë hynore, mund të vizitojmë të moshuarit, të ndihmojmë fshinjit në nevojë, të pastrojmë shkollën, parkun ose kishën. Ose të ftojmë shokët tanë të bashkohen në aktivitetet vullnetare. Çdo veprim i vogël është një dritë që ndriçon komunitetin. Ai tregon se pjesëmarrja në mistere nuk mbetet vetëm brenda kishës, por përhapet në veprime konkrete dhe të dobishme që prekin jetën e të tjerëve. Këto pyetje nuk janë vetëm për të menduar. Ato janë thirrje për reflektim dhe veprim. Ato mund të na ftojnë të shohim misteret jo thjesht si rituale të bukura, por si një rrugë për të zhvilluar karakterin,
për të rritur dashurinë dhe për të bërë pjesë e një komuniteti që ndriçon jetën e njerëzve për më mirë. Të dashur dëgjues, le të marrim kohë për të reflektuar mbi këto pyetje dhe të mendojmë si mund të bëjmë një hap të vogël pas mistereve për të ndihmuar komunitetin ton. Çdo veprim, sado i vogël qoftë, ka fuqi të madhe kur bëhet me dashuri dhe besim. Në fund të këtij emisioni, dua të kujtoj të gjithëve një të vërtetë të thjeshtë, por të fuqishme. Pjesëmarrja në misteret e kishës nuk është thjesht një detyrim ose ritual që kryhet mekanikisht. Ajo është një udhëtim shpirtëror, një mundësi për të rritur lidhjen tonë me Zotin, për të njohur vetveten dhe për të ndikuar pozitivisht tek të tjerët. Çdo i ri që merr pjesë në liturgji, që ndihmon në përgatitjen e kishës ose që merr pjesë në aktivitete shpirtërore, bëhet një shembull i gjallë në veprime të vogla, por që kanë fuqi të madhe. Le të dalim nga ky emision të frymëzuar, të gatshëm për të marrë pjesë më aktive në misteret e kishës, për të vepruar me dashuri dhe përkushtim dhe për të bërë çdo ditë një hap të vogël drejt një komuniteti më të bashkuar. Të dashur dëgjues, duam të ndajmë me ju një njoftim për të gjithë të rinjt. Ju ftojmë të bashkoheni në aktivitetet tona javore te Katedralja Ortodokse Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Ditën e hënë, në orën 18, kemi studimin biblik, një orë për të mësuar, diskutuar dhe reflektuar mbi shkrimin e shenjtë, një hap drejt thellimit të besimit ton. Ditën e enjte, në orën 18, kemi ftesë me temë shpirtërore, ku çdo të enjte kemi të ftuar special që flasin për përvoja personale dhe çështje shpirtërore. Dhe ditën e diel, ashtu sikurse është bërë tradit, pas liturgjisë hynore, takohemi në sallën e rinis për biseda, aktivitete që ndërtojnë lidhje shpirtërore dhe misi të reja. Të gjithë të rinj janë të mirëpritur. Mos u humbisni mundësinë për të rritur besimin dhe për të njohur miq të rinj. Ju falenderojmë që ishit bashkë me ne dhe sot. Miru të gjofshim në emisionin e radhës. Pace dhe qetësi, veç shpresë të vërtet për shpëtim.